Thot Allahu Azza wa Jall, ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besu, taqullah, keni frikë Allahun, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, edhe le të këshyr njeri që ka përgatit për nesër, për ditën e gjykimit. Ama i ka thënë nesër, për shkak të afërsisë sajna, që thot Allahu Azza wa Jall, yarawnahu ba'ida, njerëzit mendojnë që është larg, wa narahu qariba, edhe dim e shohim që është ngat, yawm al-qiyama, dita e gjykimit. Për që ta ka thonë Allahu Azza wa Jall, të këshyr nefsi që ka përgatit për nesër, për ditën e gjykimit. Pastaj thot apet, wattaqullah, keni frikë Allahun. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allahu e din fort mirë, është halsisht i njoftuar për ato që keni punu. Ti e din çka i bën me thonë një herë ke frikë Allahun, tani më kthy me thonë edhe një herë ke frikë Allahun. Kështu të thot veç ai që të njeh ty, mua, neve, që na dim me i bo besht gjanav, ikum knejna, ikum anina, për që ta ka thonë Allahu Azza wa Jall, keni frikë Allahun edhe të këshyrë se cili për juve që ka pregatit për nesër. Pastaj na ka thonë apet, wattaqullah, keni frikë Allahun, Allahu e din fort mirë që keni punu. Ai i cili na njeh mirë na ka përsërit për shkak se e din që na mendojmë që pitut me Allahut, pastaj ju bojmë besht gjanav, ikum knejna, po na ka thonë apet, keni frikë Allahun, Allah e din fort mirë që punoni. Allah na ruajt e na bëf për atyre që përgatitemi për nesër, për ditën e gjykimit.